ajo që duhet të investojmë këtë të ndëruar është mendimi mirë për Allahun azza wa jalla. Mendimi mirë për Allahun xhallahu ala, e në krye të këtij mendimi është, do të thotë, bindja se për çdo punë të mirë Allahu xhallahu ala s'problem nuk ta hup atë. Nga se përfundimi është i kurzuar me pranimin e veprave atë. Në njëri të Allahu xhallahu ala, një vepër të mirë që ka pranuar, apo e rrun nga përfundimi i keq. Nga sa e vepër duhet më shpërbly. E vepër duhet më pagu mirë. Prandaj çdo vepër të mirë që njëri e bën, le të ketë mendim mirë për Allahun xhallahu ala, se Allahu xhallahu ala nuk ja humbon në tjetër. Allahu ka më shpërbly. Edhe sikur që kemi thënë ndoshta, nuk e merr mirënjohjen e duhur dhe të merituar nga ana njerëzve, apo mos ta hupim investimin tek Allahu xhallahu ala. Se kanë njerëzit për shkak të humbjes së mirënjohjes së duhur, pe anës njerëzve edhe te Zoti hub. Te ketë nëse hub rrugë tek Allahu mos e hub. Kemi në mirë se Allahu xhallahu ala ka më shpërbly. Mendimi i freskët i mirë për Allahun këtë drejtim, të mund gjithmonë aktiv dhe me vullnet për bëj punë mira dhe në fundit të sjell përfundim të mirë atë. Dhe gjithashtu të ndëruar ajo që sjell për të mirë është vazhdimësia në punë të mira atë. Vazhdimësia në punë të mira atë. Në njëri i cili për shembull vazhdimisht i kanë vetes gati me dhikr e me namaz e me abdes, ky njeri nuk përshnohet në momentin e vdekjes atë. Ka njëri Allah nuk e përshnon. Allah do të shasin dekën këtë javë, nëse ai se planifikon fare, mirë po, sikur që kanë bërë dua plot pse kanë o Zot, më mundso vdekje të mirë. E kanë pyetur cila është vdekja e mirë që ti e don, ka dhënë vdekja në sejdë. Dhe ka shpeshtuar shumë sejdë. Shpesh ka bërë se që do të thotë me leku vdekjes më mos shpirt, nuk ka problem me gjë jashtë sejdë atë. Ose që gjithmonë në sejdë. Dhe i ka ndodhur që njëri pesëve nuk kupton emrin e tij tash, po kursoja ka vdekur namaz në akşamit, ka qenë i smur shumë, në momentin e vdekjes e ka ndëgjuar ezan në akşamit, ka thonë ngrituni çamni në saf. Ka unë ti i ki punë pak më ndryshe, jo për në saf, ka unë ngrituni çamni në saf. E ka vendosur në saf, recatën e parë ka përcjell imamin, edhe posa ka rënë sejdë nuk është ngrit më rahimehullah. Prandaj disa prej ulemave kanë kërkuar që, sikurse ka kërkuar Abu Muslim al-Khawalani rahimehullah, ka kërkuar që Allahu t'ia mundson me vazhdu me fal namazin në varr. Nga kënaqësia e madhe që ka pasur të namazit edhe në këtë dunjë atë. Kënje që lypet atë kurse ka barsh më fal atë. Apo çaj rrin gati kur e ka barsh. Po dëshim se është një angazhim dhe një kujdes special i posaçëm. Prandaj që njëri është gjithmonë me përmendje të Allahu xhallahu ala. Gjithmonë është me abdes. Gjithmonë është me Kur'an. Gjithmonë është me namaz. Gjithmonë është duke ruajtur prej harameve. Gjithmonë. Ai vdekja çdo diku vjen. Ja të nxën të marr abdes, ja të bëj dhikr, ja të një mudikut, ja duke këshilluar dikon, çdo diku vjen deka. Prandaj të mundohet njeriu të jetë gjithmonë punë të mira atë. Sikur që kanë përcjell disa pesëlevet, e kanë përcjell ditët i ka thonë, është ulë në xhami dhe që të ka pas me mësu dikon e ka mësu. Në momentin kur s'ka pas kurkush e ka kap Kur'an atë, mushafin. Kur ka ardhi kush me mësu e ka mësu. Ka ku namaz që u fal atë. Don pastaj mas namazit ka vazhduar me Kur'an. Ka ardhi kush me mësu e ka mësu dikon. Don tan dita i ka shku ndonjë punë mira. Para na marr me lekun këtë më marr shpirtin. Ku e nxën dikon? Gjithmonë është duke bën punë ja këtu ja aty. Andaj mundohet që mos ketë shkputje mes punëve tyra të mira. Gjithmonë të jenë punë të mira të lidhura në mënyrë zinxhirore. Që në çdo situatë kur jam me lekun vdekjes, gjon dikon. Janë abdes, janë dhikr, janë Kur'an, janë punë mirë, janë nur për të keq, nurdim për të mirë ndalim nga keqja, janë ndihmë në muslimani, janë nasihat në muslimani, janë dua për në musliman, janë mendim mirë, dikon gjon atë. Se në gjendje duhet me gjetë. Andaj duhet me mëruar që veprat e mira të jenë në mënyrë zinxhirore të lidhura atë, mos shkputen me ndonjë mëkat. Dhe nëse shkputen ndonjëherë eventualisht me gabim, eventual vrapon njeriu me pendim dhe përmirësim të gjendjes, sikur si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit radhiyallahu anhu, apo wa atbi sayyi'ata al-hasana, pasojë të keqen me herë më të mira, me herë më të mirë, pse ai është lina. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Allahu thot, punë të mira i shlyn punë të këqija. Por nëse mbetet puna e keqe kohë gjatë e pashlyer dhe parana në këtë gjendje vjen me leku vdekjes me shpirtin, atëherë kjo është rrezikim për përfundimin e mirë. Allahu na ruaj.